Ja problemet që do të kuroni nëse konsumoni të paktën 2 kumbulla në ditë. Kumbullat janë një element ushqyes për rritjen e dëndësisë minerale të kockave. Gjatë një studimi që morën pjesë gratë, të cilat u ndanën në 2 kategori, ku në kategorinë e parë morën pjesë ato që konsumonin kumbulla rregullisht, ndërsa në të dytën përfshihen ato që konsumonin mollë rregullisht, të dyja grupet merrnin gjithashtu kalcium dhe vitaminë D. Studiuesit arritën në konkluzionin se kumbullat kanë aftësinë të pengojnë fraktura dhe dobësimin e kockave. Ato rekomanduan ngrënien e 2 deri në 3 kumbulla në ditë, një sasi që duhet të rritet më vonë 6 deri në 10 kumbulla në ditë. Kumbullat e njoma, por edhe ato të thata janë të sigurta për të konsumuar nga të gjitha grup moshat dhe kanë aftësi të jashtëzakonshme ushqyese për mirëmbajtjen e kockave dhe këto fruta kanë efekte laksative dhe pastruese për të gjithë sistemin tuaj tretës. Konsumi i këtij fruti mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për dietën tuaj të rregullt.